Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 10. Data 10 gusht 2026. Kemi një ditë mjaft rëndësishme të ngarkuar, sepse një ditë me ndikimin e Mërkurit në Luan, kjo bën komunikimin e dukshëm të zjarrit të krijues. Tani kemi një përqendrim shumë të fortë në Luan, sepse Dielli, Jupiteri, Mërkuri aktivizojnë të njëjtën shenjë, ndërsa afrohemi me shpejtësi drejt hënës së re dhe eklipsit diellor në Luan, që ndodh në datën 12. Kjo do të thotë se dita ka fuqi të madhe shprehje, por edhe ngarkesë të madhe. Çfarë thuhet tani, çfarë prezantohet tani dhe çfarë vendoset tani mund të ketë jehon më të gjatë në kohë. Mërkuri në Luan ndikon në të fortë 10 ditë që i parë i shenjave fikse, Luani, Ujori, Demi dhe Akrepi. Ndërsa Dielli që afrohet gradës së eklipsit aktivizon gjithnjë e më shumë 10 ditën e tretë, të njëjtave shenja, sidomos ata që kanë ascendente në këto shenja. E ditë e rëndësishme për të gjithë shenjat fikse, por në dy nivele të ndryshme. 10 ditë që i parë merrëzim në komunikim, ndërsa 10 ditë që i tretë ndjen presionin e madh të eklipsit që po afrohet. Kurse për Luanët, kjo është një periudhë shumë personale, në fokus, në identitet, në imazh dhe jo vetëm. Vendime dhe zë. Për Ujorin, marrëdhëniet dhe partneritetet janë shumë të aktivizuara. Për Demin, çështjet e shtëpisë, familjes dhe bazë emocionale kërkojnë vëmendje. Për Akrepin, karrierën dhe statutin mund të marrin drejtimin të rëndësishëm. Shenjat e zjarrit, si ngjelet, dashje dhe shëqetari, mund ta përdorin ditën për krimtari, studime, udhëtime dhe vizion, njohje të reja për punën e tyre. Për gjithë duhet të kenë kujdes me teprimin, sepse energjia e Luanit mund të rrisë vetbesimin, por dhe egon. Astrologjikisht, duket se është një ditë mjaft e mirë për të rregulluar, stabilizuar çështjet ekonomike financiare, për të rregulluar gjërat që ndikohen dhe çështjet të mëdha që kemi. Por megjithatë, ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë dhe me ndikimin e madh. Mos harrojmë se një tjetër pikë e rëndësishme është Marsi, është ende në binjak në fazën e fundit, udhëtime të shkurta, diskutime që mund kemi. Por shenjat e ndryshueshme, binjakët, Vrygesha, Shqiptari dhe Peshqit, sidomos edhe 10 ditë të tretë, mund të ndjejnë ndikimin e madh, tensionin që kanë, por kjo kërkon menaxhim. Por kjo do thotë mundësi, do thotë rëndësi në gjërat që ndodhin. Kështu që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim, sepse është dhe momenti dhe koha e duhur për gjëra të rëndësishme, për sa i përket kohës, për sa i përket mundësive dhe periudhës ku ndodhin fenomenet. Dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi në gjërat që ndodhin për një arsye apo për tjetrën. Po gjithsesi, flasim për ndryshimet të mëdha që vijnë në këtë ditë kaq të rëndësishme. Para se të fillojmë parashikimin e kësaj date, unë ju kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikimet e tajura, kemi pikërisht faqen e roz, shkoni atje. Atje ndodhet sekretaria. Atje mund të shikoni, të hidhni një sy çfarë ndodh në anën e financave, në lidhje me gjërat që do të keni, në gjërat që dëshironi, por megjithatë ka diçka shumë pozitive në lidhje me gjërat që të kërkoni atje, sepse është koha, momenti dhe ndryshimi që juve keni. Duke zgjedhur paketën tuaj numër për katës të blerjes, shkoni te sekretaria dhe aty pastaj keni mundësinë për gjërat që ndikojnë dhe çështjet që do të keni në fushën tuaj, edhe çështjet që ju kërkoni, udhëtimet, bisedimet, blerjet apo shitjet, koha më e mirë, flasim nëpërmjet WhatsAppit por do dërgoni emailin më përpara. Në çështjet juve që keni doni që të dërgoni një mesazh në kohën që jemi drejt për së drejti me juve, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë përgjigjen drejt për së drejti, pikërisht tek ai butoni që shkon atje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për shenjën e Dashit duket se kam shumë lajme të mira, lajme për një mirë arsye, sepse koha tregon që juve jeni me fat, juve i keni mundësitë, keni kohën, keni ndryshimin, keni momentin, keni gjëra të rëndësishme ekonomike financiare dhe një nga ndryshimet më të mëdha që keni janë ajo e biznesit, sepse
duket se ka një kuptim mes asaj që realizohet dhe mes asaj që juve dëshironi të realizoni për punën dhe për karrierën. Në lidhje me çështjet që lidhen me anën shpirtërore, juve të së dashit keni mundësinë më të mirë, sepse me virgjëresh dhe me shigjetar është pikë reference jeta dhe vazhdimësia juaj, korrektësia juaj, se jeni shumë korrekt me gjërat që doni, me kohën që juve kërkoni dhe mundësitë e arta që vijnë. E përgjithshme duket se është e mbarë dhe tepër pozitive mbi çështjet e rëndësishme që juve keni, mundësitë që juve do të jepen dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Nuk diskutohet për dyshim për një mirë arsye, sepse ju jeni në anën tuaj, jeni në pozicionin më të mirë planetar për zgjidhur problematikat dhe ndryshimet që vijnë në anën tuaj, por gjithashtu në dashuri me peshore dhe me shigjetar. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë shenja e demit. Meqense demët tani për tani, sado që vërtet janë pak të lodhur nga takimet që kanë pasur këto ditë, kanë qenë shumë pozitive, por të lodhshme. Pozitive, kur them ndonjëherë që vërtet gjërat janë në favor, por edhe pse jemi të lodhur nga ana e biznesit ose nga gjërat që ndikojnë në një farë mënyre, por kemi dhe mundësinë kohën e artë për të bërë zgjedhjen e duhur mbi punën dhe mbi karrierën tuaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse tani për tani keni pasur disa probleme, disa gjëra të mbartura nga e kaluara, por kjo nuk arrit të keni probleme në vazhdimsi juve, sidomos nga dreka ka diçka shumë të mirë, do të zgjidhni një problem shumë të madh që keni pasur dhe është periudha më e mirëmundshme për anën tuaj. Meqense fillim javë të mbar ju uroj, juve të shenjës së demit e keni mundësinë dhe kohën e duhur në këtë ditë të hënë që do të zgjidhni problemet edhe kohën e duhur për ekonominë. Dashurinë me peshore dhe me bricjap është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë shenja e binjakëve. Përsa përket binjakëve, meqense binjakët tani e tutje, binjakët kanë disa mundësi dhe çështje të rëndësishme. Rëndësishme është ekonomia, rëndësishme është vazhdimësia dhe koha kur ndodhin fenomenet. Një takim që bëhet tani, kur është një takim shumë i rëndësishëm, nuk është rastësi ajo çfarë ndodh, por është dashuri e vërtet në atë që ka kërkoni në punën tuaj, në karrierën tuaj, në gjërat që juve i bëni me dashuri dhe me dëmshuri, kur të tretët flasin siç duan ata, por kjo periudhë e vjen për të plotësuar gjithmonë një dëshirë tuajën dhe kjo është një dëshirë mjaft pozitive dhe respektive nga ana juaj për sa i përket punës, për sa i përket karrierës dhe gjërave të tjera që do të diktojnë tani e tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar në shumë ndryshime dhe në shumë ndikime. Në lidhje me anën ekonomike, lidhje me vendimet që do të merrni në anën tuaj, ka të bëjnë me disa persona të rëndësishëm, persona të tretë që do të keni mundësinë juve për të zgjidhur problematikat dhe gjërat të tjera, por gjithsesi kjo është një periudhë dhe indikim shumë i madh në anën tuaj. Lidhje që kanë të bëjnë me binjakët e diçka tretë, me akrep është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Për gaforet, çfarë ndodh te gaforet? Te gaforet janë mundësia, koha, vendosmëria. Vendosmëria ku është një moment diçka shumë e madhe dhe stabilizimi është në anën tuaj. Nuk është se do ndryshoni atmosferë këto ditë, jo, po dita e sotme është quhet shumë edhe për takime të papritura, takime rutinë, por e dini vetë se si funksionon, por kjo është diçka shumë e mirë për anën e pozicionimit të planeteve dhe të punës. Në dashuri, duket se me dash keni diçka shumë të madhe, bini pas se ka për t'ia vletur. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanët duket se koha ka treguar dhe ka ecur më shpejt se ç'duhet, sepse ndikimi më i madh luanët vrapojnë, sepse Marsi drejtësisht së drejti duket i ftohtë. Ai vepron me ndjenja, lufton me të drejtën, kështu që për juve është diçka shumë e madhe dhe tepër pozitive në lidhje me ndryshimet dhe vendimet që bëjnë, por juve ndikoheni meqense keni afër gaforen dhe kjo bën çik ndikimin e madh. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dem është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për virgjëreshat duket se mund të flasim gjatë gjithë kohës, është një mundësi shumë e mirë tani, një mundësi që
koha tregon dhe ka treguar për arsye të punës dhe të karrierës, për arsye të ndryshimeve, për arsye të punës, të studimeve dhe të momenteve të mira që do të keni, është një nga mundësitë më të arta më pozitive të qenë ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem dhe me Akrep të diçit të parë, është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive. Në lidhje me një takim i papritur, ndodh për ju dhe kësaj shenje dhe është koha juaj më e mirë e mundshme. Stabilizimi për vigjereshën në dashuri është me peshk të diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e peshoreve. Për sa i përket peshores, duket se peshorët tani për tani në këtë periudhë kanë momentin, kanë mundësinë, kanë kohën dhe dashurinë e munguar. Mirë po, edhe pse tani në këtë periudhë janë mjaft ndikuar, janë mjaft sepse ndryshojnë shumë gjëra në jetën e tyre, në përditshmërinë e tyre, por momenti është mjaft pozitiv sepse kërkon ndikim, ndryshim, rregull dhe stabilizim, startim. Është koha juaj peshorë dhe dashura, bini pas se do më kujtoni. Dashuria me dash është aja dhe zheja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepëve. Për sa i përket akrepëve, meqense akrepët tani e tutje, kanë një mundësi të artë për stabilizimin më tepër, sepse koha dhe konkretizimi i disa gjërave që kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me ndryshimet dhe takime, bisedime të rëndësisë së veçantë që keni, është një mundësi shumë e mirë financiare, ekonomike, një nga takimet që bëhen për një mirë arsye, do ta thosha unë, edhe për punën dhe për karrierën që keni, sepse keni lindur për karrierë, jeni karrierista, dhe kjo bën që vendimet që merrni janë mjaft koherent me atë që ndodh dhe pozitiv në vazhdimsi për punën. Në dashuri duket se me Dem e keni mundësinë dhe me ujor. Shkojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët duket se tani sado që gjërat vijnë ose mundësitë të arta që keni, është një moment perfekt, stabilizues, konkretizues për lidhjen dhe për vazhdimsinë, momenti i duhur në ekonomi, në gjëra stabilizimit të financave, momenti i duhur në ekonomi, dhe jo vetëm kaq, por keni edhe mundësi të arta mbi takimet e bisedimet. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Dem të diçit parë, me ujor të diçit tretë, është perfektja, sado që tjerët flasin, por juve vendosni. Është momenti, është mundësia, është koha, janë gjërat që janë mjaft ndikuese, rrezatuese në jetën tuaj. Shigjetarët gjithashtu janë shumë të fortë dhe të paprekshëm në gjëra që duan të bëjnë, ja arrisin qëllimit pa u kuptuar. Dhe kjo është një çështje shumë e mirë, tepër pozitive në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Dem dhe Akrep është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për sa i përket bricapëve të duket se kjo periudhë është një nga periudhat më ndikuese, më rrezatuese për anën ekonomike financiare, për biznesin, për karrierën, për mundësinë dhe ndryshimin e madh që vjen. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për një mirë arsye, për punën tuaj aktuale dhe për karrierën. Por çështjet që lidhen me ekonominë janë mjaft ndikuese dhe shumë pozitive për sa i përket vazhdimsisë dhe çështjeve korrekte. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Dem të diçit parë, me ujor të diçit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e ujorit. Ujor të dashur, nëse keni pasur probleme me punën tuaj dhe tani jeni në pritje për të bërë një ndryshim, bëjeni, sepse ja vlen tani e tutje. Ujorët duket se kanë disa mundësi të arta në ekonomi, në punë, në ndryshime dhe vendime të rëndësishme që do të marrin tani e tutje, ku është momenti, është koha e duhur për zgjidhur çështje problematike. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për një mirë arsye, sepse kjo është periudha më e mirë e mundshme, është koha më e ideale e që ndonjëherë. Kurse ana pozitive, korrektësia, puna dhe dashuria është ajo që ju bën të ndjeni superior dhe mundësitë arta që keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me peshore dhe me gafore është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqve. Për peshqit duket se kjo periudhë nuk është se ka probleme ose ka ndikime kjo ditë.
Kjo ditë është mjaft e mirë. Kjo ditë është dita që vërtet ndryshon shumë ekuilibra dhe ditë e hënë zakonisht atë ka mundësinë dhe kohën e duhur, sepse peshqit kanë ndikimin juve bëni pjesë të shenjat të ndryshueshme, siç janë binjakët, virgjëresha, shëgjetari dhe juve. Ka të bëjnë shumë në lidhje me ndryshime dhe ndikime, mundësi dhe vazhdimsi në punë, në karrierë dhe jo vetëm. Është koha juaj, është momenti më pozitiv i që ndonjëherë, sepse do të shikoni vetë të stabilizohen gjërat në punën tuaj, të stabilizohen gjërat në anën ekonomike financiare dhe ndryshimet e tjera që do vazhdojnë tani e tutje. Juve keni mundësinë, keni kohën, keni ndryshimet dhe mundësitë të arta që vinë drejt jush. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj jeni në anën më të mirë të mundshme, si ekonomike, si vazhdimësie, si korrektësie për juve, se jeni shumë korrekt me punën tuaj, jeni shumë korrekt me takimet që do të bëni tani e tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar në gjërat që doni. Prandaj mos u shqetësoni fare, sepse kjo periudhë është një periudhat më ndikuese dhe më rrezatuese për jetën tuaj dhe vendosmërinë që juve keni. Mos u shqetësoni fare, sepse kjo është periudha më e mirë e mundshme. Në fushën e dashurisë, me virgjëresht është idealja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme, kësaj dite të hënë. Por, para se të ndajmë bashkë, nëse dëshironi parashkimet të detajura, është pikërisht faqja e ro shkon atje. Atje, duke klikuar, jeni gati pastaj për të dërguar mesazh dhe për të marrë përgjigjen dhe jo vetëm kaq, por duke e da mendje që doni diçka të rëndësishme, atëherë mund të na shkruani tek sekretaria poshtë, dërgoni emailin tuaj dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë në WhatsApp, që të shpjegojmë se si funksionon shërbimi. Nga Unë Europulla, më të mirë një uroj. Gjithë mira.